Paketa e re fiskale e propozuar nga qeveria e cila po diskutohet së fundmi në komisionet parlamentare e shoqëruar me debate dhe kundërshti, konsiderohet nga biznesi si nismë që do të rrisë informalitetin dhe evazionin. Në një intervistë për kanalin 7, kryetari i shoqatës së eksporteve në Shqipëri Alban Zusi pohon se mungesa e konsultimit të projekteve me karakter fiskal me sipërmarrjen përpara hartimit të tyre sjell klim të pafavorshme tek biznesi dhe krijon deformime që rrisin evazionin fiskal dhe informalitetin. Pikërisht kjo mungesë e konsultimit në një fazë të hershme të hartimit të legjislacionit sjell si konsekuencë edhe bërjen e ligjeve të cilat në fakt në vend që të bëjnë efektin e pritshëm, pra atë të luftës ndaj informalitetit dhe të formalizimit në përgjithësi të tregut dhe të bërjes së një tregu me rregulla, në fakt krijojnë deformime dhe krijojnë edhe situata të cilat favorizojnë qoftë evazionin, qoftë korrupsionin. Duke veçuar ndryshimet në projekt ligjin që pesfishojnë gjobat ndaj bizneseve që nuk deklarojnë punonjësit, Alban Zusi thotë se do të rritet arbitrariteti në radhët e administratës. Në emër të sipërmarrjes, zoti Zusi i bën apel qeverisë të nisë sa më parë deklarimin elektronik të bizneset. Duhet bërë sistemi elektronik sepse fatmirësisht ne kemi një ligj, një vendim të Këshillit Ministrave, i cili përcakton një periudhë prove 3 mujore për punonjësit e ri. Pra, të marrësh një punonjës të ri, ndërmarrjes nuk i kushton asgjë në drejtim të taksave. Pra, ndërmarrja nuk është e interesuar të mos e deklarojë, sepse menjëherë bën deklarimin online që ky punonjës është në periudhë provet dhe detyrimi për punonjësit në periudhë provet është 0,5% e rrogës. Për sipërmarrjen, nisma e qeverisë që prek 6 projekt ligje të rëndësishme me karakter fiskal, do t'i penalizojë rënd dhe është frymë e gabuar në një kohë krize financiare, por qeveria pohon se paketa e re fiskale do të lehtësojë biznesin në kohë krize pasi ndryshimet në projekt ligje kanë si qëllim uljen e barës fiskale për të gjithë operatorët ekonomik. Ndërkohë Partia Socialiste e kundërshton këtë projekt të ekzekutivit, pasi sipas tyre paketa e re fiskale do të sjellë efekt minimal tek biznesi dhe qytetari dhe ngjan me një arnë fiskale.